Deri me tani policia ka arritur të intervistojë mbi 400 dëshmitarë. Po, si që keni pa dhe ju, dhe atë ditë ne kemi dalë në vendin e ngjarjes, në bazë të informacioneve që policia ka siguruar përmes rrugëve operative, me qëllim që të identifikimit fillimisht të lokacionit dhe pastaj të identifikimit në eventual të një kufome e cila pretendohej që mund të jetë varrosur në atë vend. Informacionet policia i ka marrë nga një dëshmitar i cili kujtonte ato ngjarje nga periudha e vitit 1999 me njëherë pas luftës, dhe me qëllim të verifikimit të vendit së bashku me policinë, ekipet e veçanta dhe dëshmitarin, kemi dalë në vendin e ngjarjes për hulumtim sipari të terrenit, njësë që ta identifikojmë lokacionin sa më saktë. Në momentin që kemi mbërrinj atje, kemi identifikuar vendin atëherë ekipet e posaçme të mjekësisë ligjore dhe komisioni qeveritar për persona të zhdukur, policia dhe gjithë ekipet tjera kemi qenë prezent dhe kemi fillu gërmimet. Ky proces ka zgjatë për një kohë, nuk është kryer brenda ditës sepse territori pastaj u identifikua një territor më i gjanë për te asaj që ne menduam që duhet të jetë. Dhe kjo është si rezultati i asaj sepse pozita gjeografike e vendit kishte ndryshuar këto 20 vitet e fundit. Prandaj janë zhvilluar gërmime dhe hulumtime për një periudhë të gjatë. Dhe në fund kam pranuar raportin informues nga policia e Kosovës që nuk ka pas gjetje në atë vend. Megjithatë, ne kemi kryer punën tonë mbi bazën e asaj që jemi të autorizuar me ligj, dhe të paktën e dim që nëse paraqitet një informacion i arshëm, në atë lokacion e kemi të evidentuar se të paktën është gërmuar dhe nuk ka pasur gjetje. Ky është procesi që ne zhvillojmë baza ditore, javore, mujore, gjatë gjithë vitit. Identifikimi i lokacioneve dhe mbajtja e një evidence të unifikuar për momentin mungon. Kjo për faktin se transferimi i kompetencave edhe informacioneve dhe shkresave në prokurori është bën nga prokuror dhe në polici është bën nga policia. Ajo që ne mungojmë si institucione për momentin është pasja e një databaze të unifikuar, ku të janë të përfshirë të gjitha institucionet që merren me krimet e luftës, e ku saktësisht informacioni transmetohet në mes të institucioneve dhe evidentohet qartë. Për momentin ne kemi databazë të veçantë tonën, e cila nuk është e posaçme dhe mjaftueshme për krimet e luftës. Policia ka një databazë të përgjithshme e cila nuk është e veçantë për krimet e luftës dhe institucionet tjera e kanë tyre. Domethënë kemi një mund ngesë të një unifikimi të informacionit të gjitha në një vend. Po jemi duke punuar dhe duke koordinuar me policinë dhe me institucionet tjera nëse kemi mundësi ta krijojmë këtë mekanizëm ku të gjitha informacionet e krimeve të luftës janë të koncentruara në një vend. Prandaj policia është duke punuar që nga dita kur ka marrë autorizimin nga policia e Uleksit dhe është duke identifikuar të gjitha ato vende ku më parë ka pas gërmime dhe vende të reja ku përshfaqen dhe po gërmohen ose po evidentohen me qëllim që ta kemi një pasqyrë të qartë, një hartë të qartë për të gjitha vendet që janë gërmuar deri me tani këto 25 vite. Në afërsi të burgut Dubravës, a ka databaza, dihet sa herë është gërmuar, sa është kërkuar në ato hapësira? Ka, policia e Kosovës i ka dhënat dhe i evidenton për secilin rast se ka qenë më herët i gërmuar me kusht që ato informacione të jenë transferuar nga Euleksi te policia e Kosovës, nëse jo atëherë është pak e vështirë. Dhe dyta gjithashtu është në koordinim dhe bashkëpunim me Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur, ku bashkërisht i shkëmbejnë informacionet dhe i kanë dhënat e sakta të të gjitha lokacioneve të cilat deri me tani janë gërmuar. A jeni të punu tash në ndonjë hetim sa i përket edhe burgut Dubravës, po edhe rrethojës së jashtme të tij ku dyshohet se mundet me pas persona të zhdukur? Po, hetimet po zhvillohen në të dy drejtimet. Aktualisht ne i kemi dy ekipe të cilët po punojnë sa i përket rastit të burgut të Dubravës. Ekipi i parë është ekipi personave të zhdukur. Një është një ekip që është duke punuar vazhdimisht në territorin gjeografik të aktual, po duke përfshirë edhe territorin gjeografik të asaj kohe të burgut të Dubravës me qëllim që identifikimin sa më shumë të vendeve ku potencialisht
mund të ketë dyshime për ndonjë varrosje ose ndonjë mbetje shtrore e tjera. Dhe ekipi i dytë është ekipi i hetuesve të krimeve të luftës, cilët po hetojnë në ndërtimin e aktakuzës për rastin e Dubravës. Ne kemi pas një numër të madh të dëshmitarëve të cilët janë identifikuar dhe të cilët janë duke u intervistuar këto 2 vitet e fundit një nga një derisa të përfundojnë të gjithë, me qëllim që të kompletimit të dosjes hetimore për rastin e burgut të Dubravës. Ne kemi përgjithësi që shumë shpejt do ta përfundojmë ato, synojmë brenda këtij viti, kjo varet nga rezultatet se si do të rrjedhin hetimet dhe procesi i mbledhjes së provave. Sfidat kryesore që janë për këtë rast janë edhe për raste të tjera, janë mungesa bashkëpunimit me Serbinë, sepse të panderit shumica gjenden në territorin e Serbisë dhe mungesa bashkëpunimit të mjaftueshëm me mekanizmin rezidual në Hag, ku shumica prova materiale lidhur me krimet e luftës në territorin e ish Jugosllavisë gjenden në atë mekanizëm. Me gjithë këto mungesa dhe me gjithë vështirësitë e përditshme që policia ka në identifikimin dhe lokalizimin e dëshmitarëve kudo në territorin e Kosovës, ne po bëjmë përpjekje maksimale që brenda këtij viti ta përfundojmë këtë çështje dhe të ngrisim një akt akuzë në mungesë. Për me qenë pak më të saktë, bëhet fjalë për një numër mbi 100 dëshmitarë digun? Janë identifikuar më shumë se 700 dëshmitarë. Kjo nuk është shifër definitive, në baza ditore rritet numri i dëshmitarëve. Deri më tani policia ka arritur të intervistojë mbi 400 dëshmitarë dhe presim që në këtë procedurë sipër të intervistojmë gjithë secilin. Ajo që dua ta bëj qartë për ju dhe për publikun është kjo. Në ngritjen e një akt akuze kërkohen prova të cilat e vërtetojnë veprën penale. Nuk është patjetër, nëse është për shembull keni akt akuzë për vrasje dhe vdekjen e një fshat, nuk është patjetër i gjithë fshatit të dëgjohet. Gjykatës i mjafton një numër i caktuar i dëshmitarëve, të cilët janë gjendje me dëshmu që në atë fshat ka pas vrasje, ka pas djegje të pasurisë, rrethana tjera. Ka njëherë nëse nuk e ftojmë për shembull në supozimin këtë rastin që po flas, nëse nuk e ftojmë tërë fshatin të marrim deklarat, e shohim një lloj reagimi të tyre që jo ato e kanë dëgjuar, po mos më kanë dëgjuar. Për drejtësinë, nuk është patjetër i gjithë fshatit të dëgjohet. Aspektin historik është më rëndësi. Në aspektin historik ndoshta është më rëndësi që të dëgjohet i tërë fshati. Për drejtësinë, mjafton provat të atilla që janë mjaftueshme për me dëgju gjykata dhe me u bindë nëse ka ndodhur vepra penale dhe nëse ky i pandehur është kryesi i saj.